Të nderuar shikues, jemi përsëri së bashku drejt përse drejt nga stadiumi kombëtar i kryeqytetit, sapo është mbyllur ndeshja Dinamo Vllaznia, barazim 1-1, të parë shënojnë Shkodranet me Ante Bismarck në pjesën e parë. Kalojnë edhe shumë fansa autoritetet për fatat Vllaznisë në këtë moment. Shënoi Bismarck për Vllaznin në pjesën e parë dhe në frymën e fundit në shtesën e takimit barazon me penalltin e dytë, të parë të humbur barazon për Dinamon Bregu. Natyrisht në kampin e Koçet Blu, jo vetëm në fushën e lojës, në president dhe në tribunën ka vënë dhe njëri prej tyre është edhe Mirsad Lami, një emër shumë i njohur në botën e sportit në Shkodër. Fillimisht ka qenë një nga kontributet kryesor, sponsor kryesor të futsallit të Vllaznisë, aktualisht është sponsorizues tek klubi i futbollit Vllaznia. Ju shoh Patjetër, e kam bë me kënaqësi Simon për qytetin e Shkodrës, sepse realisht e ndjej si detyrim të kontribuoj për qytetin e Shkodrës. Dhe sot ndeshja ishte, me thënë drejt, ishte përgatitur shumë mirë. Profesor Martini ishte përgatitur ndeshjen shumë mirë. Edhe deri në momentin e fundit, përveç disa episodeve që po e çojmë ndoshta edhe dyshimta ishin Simon, që do i shohim më viole të tjerë, Simon, por ndeshja, me thënë drejt, ishte përgatitur shumë mirë dhe për minutën e fundit, me thënë, u heq fitoria nga duart, Simon, por ekipi në kohën shtesë, mund themi, por ekipi ishte, me thënë drejt, ishte shumë mirë, i rreshtuar shumë mirë në fushën e lojës, ishin përgatitur shumë mirë, domethënë ishte të gjitha aspektet ekipi pothuajse kishte përgatitur ndeshjen shumë mirë gjatë javës. Profesor Martin domethënë ishte, por megjithatë Lami barazim 1-1 në transfer në një rezultat pozitiv në thënë drejtën, sepse në fushën e tyre është edhe ndeshja e kthimit, por ekipi domethënë po bën shumë mirë edhe shpresojmë të arrijmë objektivat, besoj që jemi drejt objektiveve. Me këtë barazim në transfer në ndeshjen e kthimit të Loro Boriçi, besoni që Vllaznia do ta përmbys? Besoj se do ta përmbys, sepse Vllaznia e ka Simon potencialin për të dyja kompeticionet luftoj. Sepse ekipi është ndërtuar shumë mirë, ka domethënë edhe kur kena pas mungesa, nuk është se kemi, sepse i ka edhe zëvendësime shumë mirë, stolje shumë i fortë, besoj se jemi drejt objektivave. Ndërkohë thamë që bashkëpunoni dhe kontribuoni në aspektin financiar pas biznesit tuaj. I kënaqur me bashkëpunimin me klubin Vllaznia me presidentin Alban Xhaferi. Me thënë drejtën, kam qenë që në momentin e para që është marrë ku ka hyrë Alban Xhaferi, që në momentin e para kam bërë me kënaqësi, sepse si dashamirës, pastaj dhe kam bërë me shumë dëshirë, Simon. Pjesë në atë kontribut në të gjitha aspektet, si monetar, si atë sa dim botën e sportit, kemi dhënë domethënë, i mundu që në momentet e para dhe besoj që këtë vit jena shumë afër. 2 vitet e para morë me kupën, tani jemi Isa, duke qenë kaq pranë në sportit, kaq pranë futbollit, ju nxitet dhe sipas informacioneve dhe kjo është reale, ju shumë larg jeni licencuar edhe si scout keni marrë licencën në Federatën Shqiptare të Futbollit. Çka tregon se trashmerrliga juaj në futbollin është edhe më e madhe. Po, me thënë drejtën, vjetën e maj jam licencuar me, kam marrë Simon të scoutit, licencën edhe e bëj Simon sepse kam shumë pasion dhe qef pjesën e sportit, përveç angazhimeve të bizneseve që kam, e bëj edhe këtë shumë dëshirë. Dhe ndër të tjera mund të them që unë ju njoh prej së afërmi, nxitës i kësaj nisme patjetër është edhe Arsit Tafili, një nga miqtë tuaj më të afërt, i cili edhe është një nga menaxherët e njohur në Shkodër dhe në Shqipëri. Po, Arsit Tafili në që momentet e para që ka qenë, ai është mik i familjes, domethënë është shoku im i ngushtë, edhe ka qenë Simon edhe ai pjesë e nismës time, Simon, që i është. E mbyllim këtu, ishim me Mirsad Lami, një kontribues, sponsorizues i klubit të futbollit Vllaznia, por edhe
i licencuar si scout në kohët e fundit në FSHF. Sa faleminderit. Për Faleminderit. intervistën dhe shpresojmë të dalë parashikimi juaj, jo vetëm për kalimin në finalet kupës së Vllaznisë, por edhe për fitimin e trofeut kampion. Ne në Shkodër nuk duhet mutemi gjithmonë. Ideja është se na jemi shumë afër, besoj se kemi potencialin, ekipi është ndërtu, si më thonë, për atë kompeticion që me të dyja kompeticionet ka si më thonë potencial. Respekt.